Më tregoni pak për planet e juja për të ardhmen, jashtë aktrimit. Ti tha ki qef me pas një punë, pasione ke skijimin, mirë po ku e shef vetën Ensar pas disa viteve, kështu? Kam e po vetën në shkollë mekanikës, si mekanik. Okej, ti të pëlqen dhe thot me u bo mekanik? Po, shumë pëlqen. Mirë shumë. Kur të rritë nga kam munu me qilë temën, edhe aktrimi nuk kam e lona unë është, po kam e vazhdu edhe aktrimin edhe këtu. Po. Kam qef dizajn me kompjutera, me bo dizajna, me punu, që ajo kanë e emja, tani, që ato kam qef më rritë më bo. Po. Cili ka qenë ndoshta roli ose skena ma e vështirë që e keni pas me realizu në serial? Kujna bo synet, që ajo kënë ma e vështira. Pse? Se edhe kum pos dosmën, edhe kum pos shumë bashkë qatë ditë. Okej, ke pas do një dasëm qatë ditë që të shdasht edhe me ardhë me lujtë rolin edhe pastaj me shku në dasëm, a qysh? Po, edhe rolin edhe dasmën, gjithë qysh në dasëm u duft me shku. Po. Po edhe u duft mi ndru ato teshat e synetit, tani mi qita pet mi ndru, tani u kanë në zërë. Po. Tani u duft edhe jashtë me shku. Pra për të dytë që kjo ka konë epizoda ma e vështirë kështë për me realizu. E cila është ma e mira që juve ju pëlqen mas shumë tje dhe që ndërshta e këqyrni ka diso herë kështë? Kejtë më dukën të mira, po ma e mira më ka duk me gjellë. Me gjellë është tash së fundi. është para disa jave për më duke. E para fundit. Po, kështë. Mua se kam, se këshyri, më duket ajo me kujna bo synet, që ajo kam ma e mira, ka pëlqy edhe këshysha gjithë dhe. Po. Unë që dalë për shambull në televizion, unë e kam problem ka njëherë me këshyr vetën, më kap një farë sikleti, stresi. Jo? A e keni këtë problem? Kap sikleti. Pse? Zdi, nëse shë vetën kesh që këm dollë, shumë më kap, shumë vjen morre. Menojna që kena me bo një gabeme tani, seklet. Po jo, se gjithë shka është e montu me mirë. Së dalin gabimet. Mirë shumë. Unë e kam edhe një pjesë, një rubrikë, ku në kuadrë të kësaj i bëj disa pytje dhe kësha pas qef me bo dhe me juve. Për shambull, a keni mendu ndo njëherë nëse kishit pas qef me kun president të vendit? A kishit pas qef? President? Po, president të Kosovës. Ja, së kësha pas qef se... Se? Ka punë shumë të madhe. Se di jam unë një matë gjitha të punë, dhe të mu matë me shumë sene, gjithë ditë. S'ki asë një ditë folë, dhe të kejtë vish me punu, mu mirë me punë e ta. Po, kështu që heq presidenta, okej. Ensar ti? Edhe unë që ashtë ka shumë stres, dhe të më rujt për njerëzve, se qëto që pëndodhin që si sene, ki shumë punë, nuk ki shumë i lirë me familje, kësi sene. Po nëse rasisht është dasht, ose nëse kishit me qenë jo, fëmi që jep një këshilla një presidentit, qëka kishit dasht me ndryshu në Kosovë? Kisha ndryshu me bo lejen për 16 vjetë. Pse? Me marë sa ma shpejt lejen, se ti ka ke apasionu për mdo këtë pas veturave, të e pas parasysh e po dajshë me bua dhe mekanik. Mirë shumë, ti? Unë e kisha dosht mi maru një rrugën, para se mi maru shpia. Se tani nuk rruga mire edhe... Po, vala, e vërtet, kur për ndërtohen tani shpijat për prishin rrugën, kamionat. Mirë shumë. Nëse këshit me konë kryetartë një qytetit, qysh kish mu dok një qytet si pas qefit ju i kështë? Kisha lonë shumë pëllet se kejret për botë kolonë shumë, rrugë t'i kisha ndreq, kisha bo për bërlugjet, një hejke kësi sana, qështë.